Tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam në hadithin që është në tërghibe të rrihve, dhe Sheikhul Albani ka thonë është hasan sahih, më i mirë punohet me ta. Ka thonë pejgamberi sallallahu man ghada ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajin taman hajatuh. Ta nëse njoni për juve vjen me një xhami, nëse këta kanë orë ankas dhe që për me mësu diçka për juqës, po shpërblimi si kur njoni që merë shpërblimin e një haxhi të plot. Si shpërblim, zotë që ke kry haxhin, po si shpërblim sa merë një haxhi me haxhin e ti të plot. E dini cili është haxhi plot? Haxhi plot është si kur ditën që ka lindë nona vetë, kthehet në shtëpinë e tij pas një mëkat. A e vreni se sa e rëndësishme është marrja e dijes. Pejgamberi pse tha këtë hadith? E tha për më na nxit neve, më na tregu se sa e rëndësishme është marrja e dijes. Se kështu tha pejgamberi këtë hadith, tha nuk shkojnë herë në xhami, por vetëm me dy kushte. Ose me një hoxhë në këtë rast, çka po thot, ose hoxha shkon për mi vëllë ders të tjerë me mësu fejen. Pra na inshallah jena në shpërblimin këto që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.